Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në familjen tonë të madhe në Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit, për të komentuar dhe për të hedhur analizat tona. Pse jo? Jetojmë në demokraci dhe çdo njeri ka të drejtën e fjalës të thojë atë që mendon. Dhe pikërisht Laerti dhe Rozana Radi, Laert Vasili dhe Rozana Radi, që në Big Brother kanë qenë në shënjestër të medias ros për marrëdhënien e tyre, për afërsinë e tyre, për komunikimin e tyre, për atë sa njiheshin ato nga jashtë. Kishin përzgjedhur të prezantohen te publiku në një formë pak qesharake, do me thënë jetonin në një hyrje, por nuk takoheshin asnjëherë. Kjo pak e pa imagjinueshme dhe e pa kontestueshme. Laert Vasili dhe Rozana Radi erdhën në një formë ku marrëdhënia e tyre ishte shumë e ftohtë. Ato nuk takoheshin me njëri tjetrin, nuk kishin biseda me njëri tjetrin, por dolin anën tjetër që ato të jenë shumë të afërt. Për shembull te At Nikola Xhufka për të marrur bekimin e Atit, kishin shkuar të dy së bashku. Fotografi që kanë kaluar çaste fantastike së bashku, që në fakt kanë bërë xhiron e rjetit. Dhe tani, në këtë ditë, përsëri Laert Vasili dhe Rozana Radi po bëjnë xhiron e rjetit me fotografinë që ju do shikoni. Dyshja e njohur, Laert Vasili dhe Rozana Radi, prej kohësh kanë qenë në qendër të vëmendjes së publikut edhe të mediave ros, që nga pjesëmarrja e tyre në Big Brother VIP Albania, ku u bën një ndër emrat më të komentuar. Ata kanë arritur të mbajnë një interes të vazhdueshëm tek publiku shqiptar. Marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë së famshme, herët e afërt e herët plot tension, u kthye në një nga temat më të nxehta dhe diskutime për fansat dhe ndjekësit e programit. Por ajo që ka tërhequr vëmendjen edhe më shumë është fakti se pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Laerti dhe Rozana nuk janë shkëputur fare nga njëri tjetri. Përkundrazi, ata kanë treguar se raporti i tyre është forcuar edhe më shumë, edhe pse brenda asaj shtëpie në fakt Rozana dhe Laerti ditën të ndajnë lojtarin nga personazhi i afërt, ditën të ndajnë lojtarin nga njeriu që ato e njihnin jashtë njëri tjetrin, ditën të ndajnë lojtarin nga emocionet, sepse nuk mund të themi që Rozana dhe Laerti nuk kanë patur emocione shpirtërore ndaj njëri tjetrit në kuptim të mirë të fjalës, si vlla dhe motër. Do me thënë, i ndan të gjitha këto edhe vepruan në mënyrën më të mirë të mundshme, vepruan në formën më të bukur të mundshme. Tani, shpesher i shohim së bashku në momente të përditshme, por edhe në bashkëpunime profesionale, duke dëshmuar se lidhja e tyre shkon përtej ekranit. Së fundmi, Rozana Radi ka ndarë me ndjekësit të saj një postim që ka ngjallur shumë reagime. Në këtë postim shfaqet Laert Vasili pranë saj, teksa ajo ndodhet në një studio duke u përgatitur për xhirimin e një reklame. Ajo që në fakt ka rënë në sy është afërsia mes tyre. Laerti qëndron i qetë pranë Rozanës, sikur të jetë aty për ta mbështetur dhe për t'i dhënë forcën. Një detaj vogël, por mjaft domethënës për ata që i ndjekin Laertin dhe Rozanën prej shumë kohësh. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar fare. Fansat kanë komentuar pafund duke shprehur mbështetje, por edhe duke ngritur pikpyetje mbi natyrën e vërtet të marrëdhënies së tyre. Disa mendojnë se mes tyre ka nisur një romancë serioze, të tjerët thonë se bëhet fjalë për një miqësi të fortë, ndërsa një pjesë e mirë e ndjekësve nuk hezitojnë të shprehin entuziazmin e tyre duke i parë si një dyshe që i shkon shumë njëri tjetrit. Ky moment i fundit, ku Laerti shihet pranë Rozanës në studio, është një tjetër dëshmi se lidhja e tyre, qoftë miqësi apo diçka më shumë, është mjaft e ngushtë. Ata kanë ditur të tërheqin vëmendje jo vetëm brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, por edhe pas saj,
duke mbajtur kuriozitetin e publikut gjithmonë të gjallë. Në fund të fundit, çfarë do të jetë raporti tyre? Ajo që dihet me siguri është se Rozana Radi dhe Laert Vasili kanë arritur të krijojnë një energji të veçantë, që publiku e ndjen dhe e komenton me shumë pasion. E teksa ata vazhdojnë të ndajnë momente së bashku, duket se kjo dyshe do të mbetet gjatë në qendër të thashë themeve, komenteve dhe të interesit të madh të publikut. Rozana dhe Laerti, për një lidhje dashurie që nuk e diskutoj që nuk ekziston, sepse ato janë rritur bashk, janë rritur si motër e vlla dhe Rozana brenda shtëpisë së Big Brotherit e bëri publike marrëdhënien e saj të dashurisë. Partneri i Rozanës solli një letër, normalisht duke ruajtur etikën që nuk dëshironte të bëhet fytyrë publike dhe është më se normale. Jo të gjithë duam të jemi fytyrë publike, e kupton? Do me thënë, Rozana tregoi edhe në marrëdhënien që kishte me nënën e Laert Vasilit që kanë një afrimitet, do me thënë janë rritur bashkë në një lagje, kanë jetuar në një lagje, janë shoqëruar me shoqërinë e njëjtë, por ajo që në fakt ndoshta këtu, në këtë rast, ndodhi gabimisht, ishte fakti që Rozana dhe Laerti, siç e thash në fillim, u treguan të ftohtë dhe të largët me njëri tjetrin, sikur kishin hyrë me një mision dhe një sekret madh për të vazhduar lojën e tyre. Por gjithmonë këto të fshetat e vogla kanë të bukurën e tyre pas, do me thënë gjithmonë që publiku nesër të mos i vente në një dyshe dhe të thonte që Rozana dhe Laerti kanë hyrë dhe janë si një konkurrenti vetëm dhe kanë bërë marrëveshjen që jashtë. Rozana ka patur konflikte shumë të forta me Laert Vasilin, Laert Vasili ka patur konflikte shumë të forta me Rozanën, por ajo që mua në fakt më ka rënë në sy dhe komentoj dhe sot është se Laerti dhe Rozana kishin krijuar një koncept që gjitha ajo të mbetej në kuadër të lojës. Por përse Rozana ka përzgjedhur Laertin në këtë reklam dhe pse të dy në reklam, mendoj që afrimiteti që kanë, edhe ndoshta është kërkesë e vetë producentit në fjalë që ka reklamën që të jetë Laert Vasili, do me thënë mos hedhim hipoteza të paimagjinueshme duke u vënë gjithmonë gjërave nga një bisht mbrapa. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju jepni mendimin tuaj rreth këtyre lajmeve që ne sjellim.